Finalistët e Big Brother Albania VIP zhvilluan ditën e mërkurë intervistat e tyre në Top Albania Radio, ku një nga më të komentuarat e këtij sezoni është Selin, e cila në bisedën me moderatorin Blendi Salaj foli hapur për marrëdhënien e saj me Gimbon. Ajo shpreh se kishte kuptuar menjëherë se mes tyre kishte kimi dhe si ishin bërë për njëri tjetrin, edhe pse në fillim përpiqte t'i fshinte emocionet. Sa i përket cilësive që vlerëson më shumë tek ai, Selin theksoi se Gimbo është një partner suportues i kujdesshëm dhe shumë romantik. Gjatë intervistës, Selin foli edhe për jetën e saj jashtë shtëpisë së Big Brother, duke theksuar se eksperiencat personale e kanë bërë më të pjekur pavarësisht mosës së re 23 vjeçare që ajo ka. Për më tepër, Selin nënvizoi se e ka parë eksperiencën në Big Brother Albania VIP si një mundësi unike në jetë dhe ka preferuar të mos e përziejë me jetën e saj jashtë, edhe pse kujtimet nga realiteti i përditshëm nuk kanë munguar. Por duke u pyetur se cilat janë 3 momentet që ajo ka bërë gabim apo që nuk donte t'i ribënte, Selin u shpreh që e para ka të bëjë me çështjen e krevatit. Sipas saj, jetëgjatësia që i dha një sfide të ditëve të para që nuk ka dashur që të quhet ashtu siç është konceptuar. Pika tjetër është përballja e ashpër me Juelën. Sipas saj, aty ajo ka nxjerrë një anë të keqe dhe kjo gjë është parë gjatë bisedimeve, por edhe në të gjithë qasin që Selin ka pasur kundër Juelës me degradime të ulta si qenie femërore ndaj saj, dhe pendimi i tretë është shpreha që e tha për mirëditën. Nga ana tjetër, Selin nënvizoi edhe që i shkojnë shumë mirë marrëdhëniet me djemt.